Dorëshkrime personale dhe një dokumentar për jetën e shkrimtarit e njohur Naum Prifti u publikuan fundjavën e shkuar në një event ku ishin mbledhur familjar, miq, kolegë dhe lexues të personalitetit të njohur të botës letrare. Shkrimtari ndërroi jetë 2 vite më parë në Shtetet e Bashkuara, ku jetonte prej vitesh, ndërsa jeta e tij u kujtuan nga miqt që e kanë njohur në të gjallë, duke ndarë me të një pjesë të jetës. Ne jemi rritur dhe jemi edukuar nga Naum Prifti dhe nga shokët e tij, shkrimtarë të tjerë, të cilët botonin që në vitet e fëmijërisë, libra që i çmonim shumë, na tërhiqnin shumë dhe luanin edhe rolin thashtë edukatorit. Këta figura ishin edukatorët tanë përveç prindërve, përveç shkollës, duke qenë se jam rritur te Shalvaret, fëmijërinë e kam kaluar aty. Teatrin e Kuklave kishim shumë afër dhe shkonim, kishte shfaqje paradite, ishte shumë i frekuentuar atëherë nga fëmijët Teatri i Kuklave dhe ky emër Naum Prifti na ngeli i fiksuar në memorien tonë sepse ai bënte skenarin shpeshherë të pjesëve teatrale që luheshin për fëmijët aty. Natyrisht me rritje pasaj filluam të lexojmë edhe librat e tij të angazhuar, si të thuash, të jepte përshtypjen e njeriu të rënd, ishte i rënd edhe në të ecur Naumi. Bile sot u lexua një poezi për profesor Skënder Luarasi, shumë e bukur, që e simbolizon e krahason me Lisin. Dhe mua që atëre thoshim dhe me miq të shokët, kur lëviz Naum Prifti sikur të zhvendoset në një pemë rënd kështu, kishte bastetorësh që rinë të ullur sigurisht edhe lëvizjet ishin një çik kaotike, theme, nuk ishin drejtëzore. Mes materialeve që u ekspozuan për herë të parë, ishte letërnjoftimi i tij, libreza e pensionit apo korrespondenca me kolegët e fushës së letërsisë, mjeshtri i gërmave, njihet si një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, që i rezistoi viteve të komunizmit dhe shkëlqeu si novelist, tregimtar, dramaturg, skenarist e më gjërë. E gjitha më duk një gjë e gjetur, e kulturuar dhe që mbetet. Shikoj këtu në rast se kamera, tani po prek shkrimin e Naumit. Është një gjë e bukur, e rrallë dhe emocionuese. As sikur edhe në atë dokumentarin që kaluam, më bëri shumë përshtypje, tha, po e hedh tek lumi hirin e Naumit, edhe lumi ta çoj, ta shpërndaj në atë det, ta çoj. Ajo nuk e tha, po nga lumi shkon në det, shkon në oqean. Pra ndërkombëtarizohet shpirti i Naum Priftit. Çdo njeri të mbylli pak syt dhe të kujtojë çdo të thotë njeri i mirë, njeri pa blok. Naum Prifti është simboli i njeriu të mirë në këtë jetë. Si shkrimtar secili e lexon, e shijon. Unë kam kujtime të hershme, sepse ai i pari, Naum Prifti, dhe Mitër Gjuvani, me Vlan Shanaj, dhe më vone me Sadije dhe Vasilaj Vanjeli, janë 4 që vinë nga Politeknikumi mjekësor të dinin ndihmës mjek. Edhe unë kam dalë ndihmës mjek, po e kisha modelin e Naum Priftit si shkrimtar, si artist, edhe të Dimitër Gjuvani. Edhe kur takoheshim, e shkëmbeni këtë bisedë. Unë nuk mendoj se Naum Prifti e njëjtë fjalën inati, në lefin. Jo, tek ai ishte ngurosur mirësia. Shkrimtar i madh, po njeri shumë i madh. Personazhet e veprave të tij janë njerëz të thjeshtë, ata kanë një fuqi të magjishme në të kaluarën e në të ardhmen për të rrëfyer lirinë e tyre, gjë që ka shëndëruar Naumi në mjeshtër të narracionit dhe dialogut. Është në gjërat më të bukura me bë një ndërmendje, siç ishte sot kushtuar të mrekullueshmit shkrimtar, njeriu të madh Naum Prifti. Të lëvrosh nga pena e tij është një kënaqësi e madhe, sepse është kaq afër, është kaq intim, është kaq detaje. Ka ndërtu kaq shumë figura, ka shkru kaq shumë libra, ai është i gjithanshëm për fëmijë, për të ri, për të mëdhej, e veprat e tija nuk kanë më harru. Sepse e tillë ishte forca e tij, dhe sado që të hecësh, sado që të kërkosh, ti do ngelesh te ky njeri me lexu, sa është kaq i rehatshëm, është kaq i vërtet. Naumi kishte një vepër dasëm panuse, komedi. Edhe unë mlodha gjithë grupin e ndërmarrjes
edhe i mësoja për teatrin, e i mësoja se si me interpretu, e tjerë, por çfarë më ka ngel është fuqia e penës ti, se ku e kishte atë humor ai. Ishte kaq e bukur vet titulli Dasëm Panuse, që jepte një dërtrokitje të madhe, një qeshje e madhe spektatorit me këtë komedi. Naomi, si gjithmonë, një zotnit, gjithmonë i buzëqeshun, nuk e pranonte që të binte në trishtim, të jepte dikujt trishtim, ishte shumë gojamen. Për shembull, i tham, Naum, erdha, i them, kisha arë në Shqipni, ma në shkoanë. Ai nuk e dinte fare se unë kam ardhë, kam shku. Si them, Naum, erdha, veç me të përshëndet deshta. Erdhe, këtu jetash i po. Sa më gëzove, e di që i këtu tani. Mes shumë materialeve të ekspozuara, ishte edhe një fletore fjalor me emrat e luleve, si vetmi që ka dokumentuar të gjithë llojet e luleve që gjendet në Shqipëri me emra të vërtet. Disa nga emrat e tij janë bërë filma shumë të dashur dhe të vlerësuar nga publiku, i cili kaq shumë e deshi penën e mjeshtrit.